Allahu xhallahu ala kur i ka lavdruar njerëz të mirë, devotshëm, kur i ka lavdruar Allahu besimtarët, kur i ka përmendur Allahu xhallahu ala banorët e xhenetit, të ndërozën në kuadrat e cilësive që Allahu përmendi për ta tha, wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas. Kush janë banorët e xhenetit? Kush janë besimtarët e drejtë? Tha Allahu xhallahu ala, ata të cilët e përmbajnë vetën në situata të mlefe dhe hidrimit dhe u afalin njerëzve. Jo vetëm që nuk reagon, jo vetëm që nuk shpërthen, por nga vetë përmbajtja që e ka dhe nga cilësit që me to vepron dhe nga virtytet që përmes tyne sjelljen e tij të jashtme rregullon, ai është i gatshëm edhe me fal, është i gatshëm me të kalu dhe me e kthy situatën në normalitet, pothuajse nuk ka ndodhur asgjë. Pra të ndërlozër, me të vërtet na duhet durimi shumë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, nuk i është dhënë njeriu begati më e madhe se durimi. E ky durim përfshin krejt fushat e jetës, por unë po fokusohem kryesisht tek aspekti i raporteve tona ndërmjet vete. Durim në edukim në fëmijëve, durim në probleme bashkëtorë, durim në çfarë do fjalosja ndërvëllazërore, durim në çfarë do lloj konflikti apo mos pajtimi fshinësor, durim në çfarë do lloj kontesti apo problemi shoqëror e kështu me radhë. Nga se nëse edukata jonë është përmbledh në hidrim dhe në shpërthim të hidrimit dhe nuk dim ndryshe të reagojmë përveç se me fyrje, me sharje, me akuzë, me goditje, me rrahje e kështu me radhë, atëra thua vallë, çfarë karakteri përfaqësojmë ne? Atëra për çfarë besimi flasim ne?